Next year we will abolish. Ditën e hënë, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen njoftoi heqjen e tarifave roaming të komunikimeve të lëvizshme mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian vitin e ardhshëm. Një vendim i tillë do të nënkuptonte mundësinë që abonentët e shërbimeve celular në Shqipëri të përdornin numrat e tyre në vendet e Bashkimit Evropian me të njëjtat tarifa si në Shqipëri. Aktualisht tarifa roaming mes Shqipërisë dhe BE-s nuk janë ligjërisht të rregulluara, por që prej vitit 2023 me ndërmjetësimin e Komisionit Evropian, 38 operatorë të shërbimeve celulare të BE-s dhe rajonit të Ballkanit Perëndimor arritën një marrëveshje për uljen e tarifave roaming të internetit. Nga 2 operatorët celular shqiptar, vetëm një u bë pjesë e marrëveshjes. Konkretisht, operatorët që u bën pjesë e marrëveshjes ranë dakord për vendosjen e një niveli maksimal të çmimit të shitjes me pakicë 18 euro për gigabajt duke filluar nga 1 tetori 2023, 14 euro për gigabajt duke filluar nga viti 2026 dhe 9 euro për gigabajt duke filluar nga 2028. Marrëveshja u ka mundësuar përdoruesve të telefonisë celulare nga Shqipëria çmime më të ulta të përdorimit të internetit gjatë kohës kur ndodhen në vendet e Bashkimit Evropian si dhe anasjelltas edhe turistëve të huaj të përdorin internetin me çmime më të lira në Shqipëri. Aktualisht tarifa bazë e internetit në roaming në zonën 1 ku përfshihen shumica operatorëve nga vendet e BE-s është 2.4 lek për megabajt. Përdoruesit e telefonisë celulare të të dyja kompanive celulare shqiptare kanë sidoqoftë në dispozicion paketa komunikimi në roaming me kosto edhe më të ulët kundrejt një çmimi fiks. Marrëveshja parashikon gjithsesi një ulje të mëtejshme të çmimit të internetit në 14 euro për gigabajt duke filluar nga 2026. Megjithatë, nëse premtimi i bërë nga von der Leyen përmbushet, tarifat për të gjitha shërbimet roaming, duke përfshirë edhe thirrjet, duhet të hiqen dhe shqiptarët do të komunikojnë sipas kushteve të planit të tyre tarifor kombëtar, edhe kur të udhëtojnë në vendet e BE-s. Marrëveshja për uljen e tarifave të internetit në roaming me vendet e BE-s ndoqi marrëveshjen e arritur për heqjen e plotë të tarifave roaming mes vendeve të Ballkanit Perëndimor. Prej fundit të qershorit 2021, përdoruesit e telefonisë celulare në Shqipëri, Kosovë, Maltëzi, Maqedoni të Veriut, Serbi dhe Bosnjë-Hercegovinë komunikojnë gjatë udhëtimeve në vendet e tjera të rajonit pa kosto shtesë dhe me të njëjta tarifa të planit kombëtar fiks.